Pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin e Ibn Omerit radhiyallahu anhuma thot, në ditën e gjykimit Allahu i lartësuar e afron robin e tij afër vetes. Edhe çka komunikon me ta, e largon perden e tij. Edhe çka i thot robit të tij, o robin, e faalta dhanba kadha, e ke bo këtë gjëna? Thot, po o Zot. E faalta dhanba kadha, e ke bo dhe këtë gjëna? Po o Zot. Edhe kështu, Allahu çka dëshiron që robi ti pranon gjënahet. Pranoj gjënahet është para Zotit. Se para njerëzës pa i pranon kërkush. Para Zotit kime i pranue, edhe unë, edhe ti dhe çdo njeri prej besimtarë. E masi i pranon para Zotit, edhe ndjehet i turpnuar para Zotit, Zoti i thët, o robim, unë ti kum shef njëtën e dënjas të gjënahe. Ti kum shef si kanë dit njerëz të gjënahet e tua. Po ti më shefi edhe sot. Edhe sot, kur në ditën më të vështirë, në ditën më të mundimshme, në ditën e gjykimit. Andaj, që po i thëtë Allahu, ana aghfiruha, unë po t'i fali ato krejt gjënahet e tua. Krejt po t'i fali ato, edhe qka thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe i sillet libri i tij me punët e mira, duke i lënë anash punë të këqija, inshallah Allahu na bën neve dhe ju prej atyne që marrin librin nga para apo nga dora e djathtë, edhe vetëm me vepra të mira.